momentin që Kali takoi shikimin e vajzës, kafsha filloi të kërcej rreth saj dhe thjesht u tërbua. Pronari nuk mundi ta përmbante dhe në fillim asgjë e kuptoi se çfarë po e shkaktonte këtë. Por kur Kali i papritur kërceu jashtë gardit dhe u vërsul drejt vajzës, gjithçka u bë menjëherë e qartë. Jimmy nuk kishte asnjë ide se çfarë do t'i ndodhte atë ditë. Ai ishte i shqetësuar që Kali i tij garues, Fantazma, do të merrte pjesë për herë të parë në një garë. Ai ishte aq i përqendruar në bisedat me kalorësit e mundshëm, sa nuk e vuri re fare kur një vajzë e re hyri në ambient. Fantazma, zakonisht aq i qetë dhe i pandikuar nga turma, filloi të shqetësoj sapo një vajzë e re kaloi në shtegun pranë tij. Jimmy nuk kishte parë kurrë një ndryshim kaq dramatik në sjelljen e një Kali gjatë gjithë jetës së tij. Kali, pa asnjë arsye të dukshme, filloi të çmendej plotësisht. Në fillim filloi të trembte njerëzit që ishin pranë gardit dhe shumica prej tyre u tërhoqën disa hapa pas. Pastaj edhe kuajt e tjerë që ishin të paktën brenda një rrezije prej 10 metrash nga Fantazma filluan të bëheshin paksa nervoz pasi pan reagimin e Kalit. Jimmy ende nuk kishte arritur të kuptonte se çfarë mund të kishte shkaktuar sjelljen kaq të papritur të Kalit të tij. Kafsha filloi të vraponte rreth gardit me çmenduri të plotë dhe e vetmja gjë që Jimmy mund të bënte ishte të priste derisa Fantazma të qetësohej. Por ajo që ndodhi më pas i la të gjithë pa fjalë. Në vend që ta sulmonte vajzën, Kali u ndal papritur para saj dhe nisi të sillej çuditshëm. Ai po e rrethonte vajzën ngadalë, si për ta mbrojtur. Pastaj Kali filloi të përshpëriste lehtë dhe të bënte tinguj të ngjashëm me përkëdhelje, një sjellje që askush nuk e kishte parë ndonjëherë më parë nga ai. Jimmy ishte i hutuar, nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Vajza e re qëndronte e qetë, pa frikë dhe zgjati dorën për ta prekur Kalin. Kali afroi kokën ngadalë dhe u mbështet mbi dorën e saj, si një qen besnik që sapo kishte gjetur të zotin e vet. Publiku që kishte ndjekur gjithnjë këtë skenë shpërtheu në duar trokitje. Jimmy i u afrua me kujdes, akoma i tronditur dhe e pyeti vajzën nëse e njihte më parë këtë Kal. Ajo u përgjigj me zë të ulët. Jo, nuk e kam parë kurrë më parë, por ndjej sikur e kam njohur gjithë jetën. Jimmy nuk kishte asnjë ide se çfarë do t'i ndodhte atë ditë. Për më tepër ishte pikërisht në këtë moment që vajza e re bëri disa hapa përpara, sikur ky ishte momenti i planifikuar për këtë gjë. Zemra e Jimmyt u fundos kur pa Kalin e tij të hidhej mbi një gardh të madh. Të gjithë gjithmonë e kishin siguruar se lartësia e atij gardi ishte e tillë që kuajt e garës nuk do të mund ta kalonin kurrë.